sa vetëm parkingu nën toksor me 40% potencialit shfrytëzimit plot të vendeve edhe të kohës me 1 euro orën pagesë janë gati 1.8 milion euro të hyra vjetore që i gjenerojmë në një komunë ku të hyrat vetanake janë gati 6 milion. Pra është gati 1/3 të hyrave që do t'i gjenerojmë më shumë në të ardhmen, të cilat na pretendojmë që do t'i shfrytëzojmë për me ndërtu sistemin e transportit. Jo nëse bëhen kryetar, aty jemi tu punu aktualisht. Pra na jemi tu zhvendos për objektit ku jemi sot. Po, nëse vazhdojnë, si më thënë. Tash po tregoj, domthonë, ka met vetëm zyra e kryetarit më zhvendos, edhe asistentit, edhe një sallë e madhe tjetër ku i marrim takime. Të dy dhoma ose të dy zyre kanë met pa u largu prej aty, të tjerat gjithat janë largu. Dhe kontrata është e nënshkruar për 2 vite, 24 muaj. Pra ju keni bërë dhe kontratimin e bulevardit apo? Kontrata është nënshkruar. Keni kaluar procedurat e kontrata është nënshkruar. Pra shumë pritet tash fillimi i punimeve. Ky bulevardi këtu apo si? Po, ky. Tash po presim tash po presim që të lirohet objekti i komunës fillimisht. Okej. Kemi mbetësi që përmenda 2 zyre pa u largu prej aty. Do të fillojnë punimet në praktik. Po, absolutisht po. Okej. Domethënë presim që me liru vetëm projekt, nuk kam ditur që i keni kaluar edhe procedurat të ndërrueshme fakt. Po, po përsëris. Prej stacionit 1 milion euro deri te bulevardi 18 milion. Janë 11 projekte, duke përfshi flosin proprio. A do ju keni ndarë në slote projektet apo në Jo, domethënë janë 11 projekte të ndame, individualisht. Stacioni më i liri 1 milion euro, që është i kontraktuar, deri te bulevardi 18 që është po ashtu i kontraktuar. 73 milionë euro. 18 është bulevardi apo? 73 milionë euro në kontrata aktive në cilat po punohet. Mandej kemi unazën e jashtme që është 27 milion, për cilën është duke u bërë shpërndësimi. Prej qeverisë Kosovës, një vendim tashmë është nxjerr, edhe një tjetër është nxjerr tash të fundmi. Vendimi përveç vendimit preliminar dhe vendimi për shpërndësim, po bëhet vlerësimi në mënyrë që të ky bulevardi 18 milionë është financim komplet i komunës? Jo, 6 milionë euro janë nga komuna për 2 vite të ardhshme. Po. Dhe janë 12 milionë euro nga qeveria e Kosovës. Pra, domethënë komplet mandati shkon me ndërtu apo është për fjalë brenda 2 viteve me përfundu? Kontrata është për 24 muaj. Okej. Jo për 4 vjet më punu në këtë pjesë është pak ai keni analizuar gjitha punët se në fakt përvoja e madhe në pushtetin lokal e di se një shesh edhe një bulevard ka shumë punë. Na kemi punu... Fakt ka shumë punë, sidomos me infrastrukturën nën toksore, kabllot, miliona punë cilat janë pa parashikuar. 2 vite para se me ardhë deri te projekti final. Edhe fillimi i procedurave të kontratës ka qenë analizë dhe studim për të analizuar këtë projekt. Okej. Kemi punu me ekspert nga universitetet private të Kosovës, me cilët kemi pas marrëveshje të bashkëpunimit dhe kemi analizuar edhe infrastrukturën nën toksore, edhe mobilitetin, kemi bërë numërimin e automjeteve. Kemi bërë Simon është praktikisht është analizë studim 2 vjet. Fizibiliteti po. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme teksohet për këtë projekt është që fillimisht kemi filluar me rrugë alternative jashtë zonës qendrës së qytetit, për shembull kjo rruga Hamdi Kurteshi, nëse e keni pak parasysh, i bie që është në pjesën e jashtme të qytetit, e cila lejon që trafiku të zhvendoset në atë pjesë, në mënyrë që këtu mandej mos kemi bllokim të automjeteve. Rruga e Kodrës së Dëshmorëve është lidhur prej lagjës Kodra e Dëshmorëve direkt tek kompleksi memorial për dëshmorët e kombit, i cili mandej të shpihet direkt në unazën e brendshme të qytetit. Kemi 3-4 rrugë alternative, të cilat janë ndërtuar për me mujt me e përballu fluksin automjeteve që do të krijohet në të ardhmen. Do dojem fakt t'ju shija në krye të Gjilanit e në mandat vetëm për t'ju sfidun këtë 24 muaj. Se përvoja më tregon që sheshet zgjasin. Në 4 vite mund të ketë rast kur ka përfunduar, por në 24 muaj shumë ka pas raste kur edhe më kanë thonë që kjo nuk bëhet hiç. Po, fakt se do të ketë nën kalim. Do të ketë parking nën toksor apo? Po, 2 etazha, 500 parkingje.